Imagjinoni të jeni një polic i rrep që ndalon një makinë për një shkelje rrugore gati për të vendosur një gjop, pa e ditur se personi pas timonit është njeriu që ju ka mbajtur në krah sekondat e para të jetës suaj. Michael Peterson mendoi se kjo ishte thjesht një ditë e zakonshme pune, ndërsa një bisedë e rastësishme zbuloi një sekret tronditës që flinte prej 30 vitesh. Kush ishte ky i huaj që dinte detaje intime për linjën e tij që as vetë Michaeli nuk i mbante mend? Kjo nuk është thjesht një takim i rastësishëm, është një lojë e pabesueshme e fati që do t'ju bëj të besoni të mrekullit. Qëndroni me ne për të zbuluar se si një gjop e pashkruar u kthye në takimin më emocionues të jetës së tij. Michael Patterson, një polic shtetror 38 vjeçar, e çmonte rolin e tij si oficer policie mbi çdo gjë tjetër. Patterson nuk kishte pasur një jetë të lehtë. Nëna e tij u kujdes për të e vetme për shkak të vdekjes së papritur të babait të tij, vetëm 2 muaj para saj të lindte. Ata gjithmonë kishin luftuar financiarisht për t'ia dalë mban, për të mos përmendur presionin social nën të cilën ishte nëna e tij për të mos u rimartuar dhe për t'u bërë e vetmja nën beqare e pavarur në lagje. Ndoshta për këtë dhe për shumë arsye të tjera, kur erdhi koha për të zgjedhur se çfarë donte të studionte, Michaeli nuk kishte asnjë dyshim se cila do të ishte zgjedhja e tij. Dua të bëhem polic, mami. Do të bëhem polic dhe do të kujdesem për ty për gjithmonë. Por arsyeja pse po ju tregojmë këtë histori nuk është për të zbuluar se pse Petersoni u bë polic, as për atë se sa shumë e donte ai punën e tij dhe sa oficer i mirë ishte. Bëhet fjalë për atë se sa kapricios mund të jetë fati dhe për kthesat që merr jeta, duke qenë në gjendje të bashkojë rrugën e 2 njerëzve që nuk janë takuar kurrë më parë, dhe ky takim do të jetë një pikë kthese në jetën e tyre që nuk do ta harrojnë kurrë. Diçka që Michaeli zbuloi një mëngjes të qetë verë ndërsa po kryente një ndalesë trafiku në një nga pikat e nxehta të qytetit. Gjatë karrierës së tij, Patterson kishte bërë mira ndalesa trafiku në të gjithë qytetin. Nuk ishte gjëja e tij e preferuar për të bërë, por ishte pjesë e punës dhe ai e bënte pa ankesa. Në fakt, ai ishte një nga oficerët me më shumë gjoba në rekordet e tij. Sa herë që shihte një shofer duke bërë diçka që nuk duhej të bënte në rrugë, ai shpejt e ndalonte automjetin dhe në shumicën e rasteve i jepte një gjobë. Shumica e gjobave që ai shkruante ishin për tejkalimin e shpejtësisë dhe mos mbajtje të ripit të sigurimit. Megjithatë, atë mëngjes gjoba që ai ishte gati të shkruante do të ishte shumë ndryshe nga të gjitha ato të mëparshmet. Në fakt, ai nuk do të shkruante asnjë, sepse kur ishte gati të bënte këtë, mori një nga surprizat më të mëdha të jetës së tij. Pas disa orësh në pikën e kontrollit, Patterson vuri re një BMW të bardhë që po lëvizte në korsin tjetër. Por ajo që tërhoqi vëmendjen e oficerit nuk ishte shpejtësia me të cilën po lëvizte makina, as nëse shoferi e kishte ripin e sigurimit. Apo jo, ishin xhamat e zinj, të cilët ishin shumë mbi kufirin ligjor të lejuar në shtetin e Teksasit. Kur e pa, Michaeli pyeti veten se si ishte e mundur që shoferi të shihte jashtë nga xhamat aq të errët, kështu që ai nxitoi të ndalonte automjetin për të parandaluar dëmtimin e shoferit ose të kujdo tjetër në rrugë, nëse errësimi ndikonte në aftësinë e shoferit për të parë. Është e pabesueshme që ka ende njerëz që nuk e kuptojnë se sa e rrezikshme mund të jetë të kesh xhama të zi. Nuk mund të shohësh asgjë përmes atyre xhamave. Herët avon do të kesh një aksident, thiri oficeri i pakënaqur, duke u kthyer dhe duke u pozicionuar pas automjetit për ta ndaluar atë. Burri në makinën e bardhë nxitoi të ndalonte në anë të rrugës, sapo kuptoi se një makinë policie po i priste rrugën. Ndërsa ndaloi nga automjeti, shoferi dukej pak i mërzitur dhe nuk dukej se e kuptonte pse polici po e detyronte të ndalonte. Pse po më ndaloni, oficer? Unë po lëvizja mezi me 50 km/h. Më duket se në këtë pjesë të rrugës mund të shkohet deri në 80 km/h. Nuk po thyeja asnjë rregull. A e kam gabim? Tha burri pak i irrituar, por pa i humbur asnjëherë sjelljen e tij dhe duke qenë shumë i sjellshëm. Ai ishte një burr i rritur, i bëshëm midis 50 dhe 60 vjet, mbase edhe më shumë. Ai nuk i la Michaelit përshtypjen e llojit të njeriut që do t'i hapte të lashe apo që donte të futej në debat se pse po merrte një gjobë. Michaeli nuk donte të kishte probleme, kështu që shpejt e informoi shoferin për arsyen pse i kishte ndaluar. Ky e la shoferin mjaft të konfuzuar. A është vërtet kundër rregullave të kesh xhama të zi si këta? Betohem se nuk e kisha iden. Ndihem kaq budalla. Kam punuar në zbatimin e ligjit gjatë gjithë jetës time. E dini,
Duhet ta kisha ditur që kjo nuk lejohet. Ndoshta është çështje moshe. Ju lutem, më falni, tha shoferi duke u ndjer pak i dërmuar nga gabimi. Të dinit që burri kishte qenë oficer policie e surprizoi Michaelin dhe ai filloi të shihte burrin në një dritë shumë ndryshe. Keni qenë polic? Ju? E pyeti Paterseni shumë i habitur. Ashtu është djali im, kam qenë oficer policie për mbi 30 vjet, prandaj jam aq i turpëruar që një polic tjetër duhet të më ndalonte për të më paralajmëruar se po thyeja ligjin. O, çfarë dështimi është të plakesh, tha burri i argëtuar duke mbajtur duart në kokë. Mos u shqetësoni, kur të jem në moshën tuaj, jam i sigurt se edhe unë do të bëj gabime. Përveç kësaj, nuk është një çështje aq e madhe. E rëndësishme është që ju e dini tani dhe mund ta rregulloni, u përgjigj Patersoni duke ia hequr seriozitetin çështjes. Papritur dy burrat filluan të ndiheshin shumë më rehat dhe ajo që në fillim duhej të ishte diçka e pakëndshme dhe plot me formalitete teknike, përfundoi duke u bërë një bisedë e këndshme midis miqesh, sepse të dy nuk e dinin ende, por ai takimi i parë do të ishte fillimi i një miqësie të gjatë dhe të thellë, një miqësi që ndoshta kishte filluar tashmë shumë kohë më parë, shumë para atij mëngjesi, vere në rrugë. Rezultoi se emri i burrit ishte Matthew Bailey, dhe ai kishte qenë një nga oficerët më të mirë të policisë së gjeneratës së tij, diçka që tërhoqi vëmendjen e Patersonit edhe më shumë dhe ai nuk mund të mos zbulonte më shumë rreth burrit misterios që sapo kishte gjetur. Ndërsa flisnin, Michael i mësoi se Matthew punonte si polic në një qytet tjetër jo larg prej andej. Rezultoi se Matthew kishte qenë polic në qytetin ku Michael u rit dhe jetoi derisa ishte adoleshent dhe ku nëna e tij ende banonte në Piscataway. Keni qenë oficer policie në Piscataway? Nëna ime jetonte atje. Po, unë kam lindur dhe jam rritur atje derisa u diplomova si polic dhe u transferova këtu. Çfarë koincidence, i tha Patersoni emocionuar. Por tani ishte Bailey ai që ishte intriguar. Pa pritur diçka në fytyrën e tij ndryshoi dhe ai dukej se po kujtonte diçka ndërsa po e shikonte Patersenin me më nga afër. Pas një heshtje të shkurtër që Patersoni nuk e kuptoi plotësisht, Matthew e pyeti Michaelin se kur kishte lindur dhe Michael i tha se kishte lindur në vitin 1991. Kur e ndëgjoi këtë, Matthew donte më shumë informacion. Ai kujtoi një incident që ndodhi rreth 30 vjet më parë dhe kishte një ndjenjë se Michael kishte të bënte me të. Mund të duket e çuditshme që po ju pyes pasi sapo u takuam, por a mund të më thuar se në cilën ditë ke lindur në vitin 91? Më duhet të verifikoj diçka që ka ndodhur atë vit, pyeti burri me kujdes. Kur Michael i tha Matthewt se kishte lindur me 5 tetor, Matthew e pyeti se në cilën rrugë ishte rritur. Michael i pyeti vetëm se për çfarë ishin të gjitha këto pyetje, por nuk hezitoi t'i tregonte të vërtetën. Patersoni i tha Matthewt se ishte rritur në rrugën Po Place dhe se në fakt ai kishte lindur gjithashtu atje, sepse nëna e tij e kishte lindur para kohe në shtëpi. Po thuaj se vdiqja, e dini. Pak njerëz mund të thonë se kanë lindur në shtëpi në ditët e sotme, por unë po. Pse është kaq e rëndësishme për ju të dini? Pyeti Paterseni i intriguar. Duke dëgjuar përgjigjet e Patersonit, Matthew pothuajse e shokoi oficerin nga britma e gëzimit që tha: "Je ti, e mendoja se ishe ti, që kur më the se ke lindur në vitin 1991, kishte diçka tek ti që më dukej e njohur. Unë jam polici që ndihmoi nënën tënde të lindte djalin e saj. Unë të shpëtova jetën Michael." Thiri Bailey me emocion. Kthesa e ngjarjeve kishte lënë atë pa fjalë. Patersonit ju deshën disa sekonda për të procesuar informacionin. Papritur burri që e kishte sjellë në botë ishte para tij dhe të mendosh që pak më pak se një orë më parë ai po mendonte të jepte një gjop. Në atë kohë unë isha ende një fillestar me vetëm 3 vjet punë. Mora një thirrje urgjente për në rrugë, Po Place, ndërsa isha në patrull. Më thanë se një grua e re me emrin Karen ishte në proces lindjeje dhe mbase nuk mund të priste ambulancën. Nuk u mendova 2 herë dhe u drejtova për në shtëpi për të ndihmuar. Në trajnime na përgatisnin për këtë lloj urgjencash, por asnjëherë nuk mendon se do të duan të merresh me një të tillë, aq më tepër kur ke vetëm 3 vjet në shërbim. Por aty isha, pra në sate, gati për çdo gjë, shpjegoi Bailey i emocionuar.
Michael ishte në shok duke dëgjuar me vëmendje dhe duke u përpjekur të mblidhte të gjithë informacionin. Kur hyra në shtëpi, e dita që duhej të prisje një fëmijë. Shumica e agjentëve kalojnë gjithë karrierën e tyre pa pritur një lindje fëmije, dhe unë duhej ta bëja pas vetëm 3 vjetësh në punë. Isha i tmerruar, por jo nëna jote. Ajo po bërtiste nga dhimbjet, por donte aq shumë të takonte sa nuk i interesonte asgjë tjetër. Ajo po më udhëzonte se si ta ndihmoja. Ishte aq emocionuese. Nuk kam përjetuar kur asgjë të ngjashme përsëri. Unë nuk jam baba, nuk jam martuar kur, kështu që mund të thuhet se lindja jote ishte përvoja ime më e afërt me atë të qenit baba. Refeu ai shumë i emocionuar. Michael ishte gati të qante. Fëmia që Matthew priti atë ditë ishte Michael. Duke u rritur, Michael kishte dëgjuar histori se si një oficer policie i kishte pritur atë në lindje dhe ky e bënte atë krenar. Kjo ishte pjesa e arsyes pse ai donte të bëjë oficer policie, por ai kur nuk e mendonte se do të arrinte të takonte atë burr dhe në një mënyrë kaq të çuditshme. T'ju borxoj jetën. Nëna ime më ka treguar për ju aq shumë herë. Historia e lindjes sime ka qenë shumë e famshme midis të afërmëve dhe miqve të mi. Kur isha një djalë i vogël, disa njerëz më quanin fëmia mrekulli, dhe kjo ishte faljusht. Sikur të mos kishit qenë ju dhe ndihma juaj, nëna ime, unë të kishte vdekur gjatë lindjes dhe unë nuk do të isha këtu. Çfarë gëzimi i madh, tha Michael, gjithashtu shumë i emocionuar dhe me lot në sytë e tij. A dëshiron ende të më japësh gjobën? Pyeti Matthew duke bërë shaka. Michael shpërtheu në të qeshura dhe zgjati dorën për t'i dhënë një përqafim të ngrohtë, duke vulosur miqësinë e tyre përgjithmonë. Pasi zbuloi se Matthew është burri që e solli në botë, Michael nuk e pati zemrën të gjobiste. Ai ishte besim plot se Matthew do të kujdesej për xhamat e zi vetë dhe ishte i lumtur që më në fund takoi agentin që e kishte ndihmuar të lindte. Pa Belin, ai nuk do të kishte qenë kurrë personi që ishte. Ai i detyroi gjithçka dhe tani mund të falenderonte për këtë. Padyshim, ishte ndalesa më e rëndësishme e trafikut në gjithë karrierën e tij. A ju pëlqeu kjo histori prekse dhe befasuese? Nëse po, ju ftojmë të na lini një koment duke shprehur mendimin tuaj. Nëse dëshironi të vazhdoni të shihoni histori frymëzuese si kjo, regjistrohuni në kanalin ton ose shikoni videot e tjera. Faleminderit për bashkëpunimin tuaj.